Rrëfimi ekskluziv për Tribuna Channel ish luftëtarit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Kushtrim Zeka nga Pataçani i Rahovecit se si janë blerë certifikatat e veteranëve të luftës, nuk i ka mjaftuar prokurorisë së shtetit si bazë për nisjen e hetimeve. Për prokurori nuk ka quar pesh deklarimi këtij ish luftëtari se i din me emër dhe mbiemër personat që kanë blerë statusin e veteranit. Shuma është 500.000 euro. Është shumë e lehtë me vërtetuar. Unë nuk e di kjo prokuroria shtetit, nuk e di a ka qaq vështirë me gjetë. Mjafton me marrë një rrugë me një qytet ku dush të Kosovës, merri 500 euro, 1.000 me vete, edhe personin e tretë që ta pyet, ai të orienton ku më shku me marrë me bleni një certifikat. Shumë e lehtë, hiç nuk do mund. Pas këtij rrëfimi, Tribuna Channel i është drejtuar prokurorisë së shtetit. Nëse një veteran del publikisht dhe thot se din me emër dhe mbiemër se kush në fshatin e tij e ka blerë statusin e veteranit dhe tregon për rreth 95 raste në fshatin e tij, a është bazë e mjaftueshme që prokuroria të nisë hetimet? E në përgjigjen e prokurorisë drejtuar televizionit, thuhet se kushdo që konsideron se ka prova, mund t'i drejtohet prokurorisë për t'i paraqitur ato. Prokurorët janë duke marrë veprimet e nevojshme në bazë të kompetencave që kanë dhe më pas, varësisht nga grumbullimi i informatave, do të përcaktohet nëse ka fakte për ndjekje penale ndaj personave përgjegjës dhe rrjedhimisht edhe për ngritje të akt akuzës. Përndryshe, çdo person që konsideron se ka prova që mund të jenë kryer ndonjë vepër penale, nga kushdo qoftë, për çfarëdo rasti duke përfshirë edhe këtë rast, mund t'i drejtohet prokurorisë për t'i paraqitur ato prova. Juristi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj thot se prokurori në këtë rast duhet që urgjentisht personi në fjalë ta marrë si dëshmitar dhe të inicojë rast lidhur me dyshimet ose pretendimet se ka mundur të ketë keqpërdorime gjatë përpilimit të listave të veteranëve. Andaj në rastin konkret, unë besoj që prokurori i shtetit urgjentisht do të duhet që të njëjtin ta merr si dëshmitar dhe në këtë mënyrë të inicoj një mënyrë rast lidhur me dyshimet ose lidhur me pretendimet se ka mundur të ketë keqpërdorime gjatë përpilimit të listave për veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka nxjerrë vendim më 17 qershor 2015 për krijimin e komisionit për përcjelljen ditore dhe verifikimin e pretendimeve të rasteve të supozuara të krimit të organizuar e të korrupsionit, të publikuara përmes mjeteve elektronike të shtypit, të parashtresave të qytetarëve dhe paraqitjeve publike, të zyrtarëve të organeve e organizatave shtetërore, publike dhe të organizatave jo qeveritare. Për funksionin e këtij komisioni dhe mos efikasitetin e tij, flitet edhe në një publikim të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Në të gjitha intervistat e zhvilluara nga IKD, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe gazetarët shprehen se prokuroria e shtetit ka dështuar në trajnimin e gjetjeve të tyre, të cilat bën publike përmes publikimeve dhe raportimeve të përditshme.